Erion Velia i bën paditë re në gjykatën kushtetuese të shpejtohet vendimi për daljen nga burgu. Kryebashkiaku mungon në detyrë. Avokatët e kryebashkiakut Erion Velia i kanë kërkuar gjykatës kushtetuese të përshpejtojë shqyrtimin e padisë, në të cilën insistojnë se masa arestit në burg ndaj funksionarit është antikushtetuese. Avokatët i sugjerojnë gjykatës kushtetuese të caktojë një datë sa më të shpejt në kalendar, duke lidhur këtë kërkesë me një sër argumentash, mes tyre dhe dëmet që vijnë nga mungesa e kryebashkiakut në detyrë. Kjo padi për përshpejtim vjen 2 javë pasi Veliaj i arrestuar që nga muaji i shkurt kërkoi shfuqizimin e vendimeve të gjykatave më të ulta që aprovuan mbajtjen e tij në paraburgim. Në kushtetuese ende nuk është caktuar një datë, ndërkohë që më herët e njëjta gjykati dha të drejtë Veliaj duke e kthyer në detyrë dhe duke shfuqizuar në këtë mënyrë vendimin e Këshillit Ministrave. Aktualisht dosja penale që implikon 30 pandehur, mes tyre edhe organizata jo fitimprurse, ka ngecur në seancë paraprake. SPAK ka artikuluar akuza për korrupsion dhe pastrim parash të qarkulluara sipas prokurorisë posaçme pas abuzimit me fondet dhe tenderat. Një ditë më parë, kryebashkiaku i pranishëm në proces përsëriti lutjen që t'i aksesonin fashikujt e hetimit edhe për këtë akuzë drejtësisë për standarde të dyfishta, pasi presidenti Meta dhe të pandehurve të tjerë u janë vënë në dispozicion materialet. Në këtë pikë edhe SPAK edhe mbrojtja e Veliajt i përmbahen të njëjtit vendim të Strasburgut në precedentin Kodorovski kundër Rusisë, ku përmendet se të pandehurve mund t'u jepen materialet me USB, një mundësi që u ofron akuza megjithëse në Shqipëri të pandehurit i është dhënë USB-ja, por jo kompjuteri. Ndaj të dyja palët qëndrojnë tek i njëjti vendim, të cilin e lexojnë sipas frontit ku ndodhen. SPAK thotë se mjafton USB-ja, ndërsa Velia i parashtron se në mungesë të kompjuterit t'i jepet fashikulli premtuar, duke e cituar të njëjtin vendim që përdor drejtësia. Velia vijon më tej kur kujton se Strasburgu në këtë rast, pra në të njëjtin vendim, vlerëson si shkelje të rëndë edhe mbajtje në kafaz xhamit të akuzuarit. Ndaj sipas tij, Strasburgu duhet lexuar deri në fund. Se kush do të tërhiqet mbetet për t'u parë nga 5 janari në vazhdim, kur e do të mbahet seanca e radhës.